sinqeritetit në jetën e kësaj bote po flasim para se me dal te Allahu subhanahu wa taala, është se përmes sinqeritetit Allahu t'i largon vështirësitë e jetës së kësaj bote. E dini ngjarjen aty në 3 personave që i ka treguar pejgamberi për popujt para nesh, se si gjatë udhimit, në për natë, i ka zënë nata, kanë hyrë në një shpellë, pastaj ka rënë një shkëm, një gur i madh dhe ja u ka zënë, domthonë dalën dhe s'kan mujt me dal. Tash secili prej tyre e kanë thirrë mendjes edhe ju konsultuar mes vetë, ka thënë nuk ju shpëton nga kjo gjendje asgjë tjetër përveç sinqeritetit. Andaj ka thënë secili prej juve le të mendon një punë që mendon se e ka bërë sinqerisht për hir të Allahut, edhe le ta lut Allahun që përmes saj domthonë t'ja na largojë nga kjo vështirësi. Edhe secili prej tyre do të ka bë lutjen edhe ka përmend punën që ka menduar se e ka bërë sinqerisht për hir të Allahut, edhe ashtu ka qenë, edhe Allahu pastaj ja u ka larguar dhe këtë vështirësi dhe kanë dalë, kanë ecë, kanë vazhduar rrugën. Do vija tjetër vëllezër se për shkak sinqeritetit Allahu të ruan prej shejtanit në jetën e kësaj bote, do nuk e lën që shejtani me dominu mbi ty edhe me të pas në kontroll. E përmend Allahu vëllezër në surën Al-Isra bisedën që e ka bërë me Iblisin. Kur Iblisi ka thënë se unë thot pasha do të shbetun Allah, la ughwiyannahum ajma'in, ka thënë gjithkohë i deviju. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Përveç robërve tu Allah që janë të sinqert. Allah ka thënë inna ibadi laysa laka alehim sultan. Ka thënë ti nuk ki pushtet dominim të plot mbi robrit e mi. Robrit e mi do Allah që ka të mirëfill, që janë sinqert në adhurimet e tyre ndaj Allahu subhanahu wa taala. Tjetra vëllezër, për shkak të sinqeritetit Allahu subhanahu wa taala trun nga gjunahet. Trun nga punët e dyta, punët e liga. Sa njeri i cili bjen punë dyta, punë pamoralshme, duhet me kontrollu dhe sinqeritetin e vet. Se kjo vjen si pasojë e defekteve që i ka në sinqeritetin lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa taala. Pse se sikur lidhja jote të ishte e sinqert ashtu siç duhet me Allahun, Allahu kish me trujt patjetër. Shkon e kemi dëshmi vëllë ngjarjen e Jusufit alayhis salam, se si Allahu e ka ruajt nga zinaja për shkak sinqeritetit që e ka pas. Kur e ka thirrë mana e gruaja ministrit në atë punën e shëmtuar edhe të pamoralshme, edhe ka refuzuar Jusufi alayhis salam. Edhe ka përmendur më thanë që innehu rabbi ahsana mathwaya, nuk e kthen më thanë atë mirën e atij zotris me të keqe kështu. Qala ma'adha Allah, thot Allah i tha Allahu na ruajt. Shko Allahu në fund thonë vëllazër kadhalika linasrifa anhu as-su. Kështu thot ne e ruajtëm Jusufin alayhis salam që me largu prej tij këtë punë të dytë pra zinan. Wal fahsha, punën e keqe të shëmtuar. Innehu min ibadina al-mukhlasin. Sipas një kirajeti innehu min ibadina al-mukhlasin, sepse ai ishte nga robrit tan të sinqert. Për shkak të sinqeriteti pra gjendën kësaj rasti. Tjetra, shkon zë mundal me mendu e dini ngjarjen e asaj femrës që e ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tek popujt që kanë qenë para nesh, e cila ka qenë e pamoralshme. Mirë po e ka pa një qen që ka kaplu etja e madhe, edhe i ka jep ujë vëllazër. Qenit i ka jep ujë, edhe këtë punë ka bërë sinqerisht për hir të Allahut subhanahu wa taala. Se aty për rreth nuk u ka ndikush me e pa. Mirë, po ka bërë sinqerisht për hir të Allahut. Për shkak kësaj pune vëllazër, Allahu ja ka fal gjunahun e zinas që ai ka bërë. Shtauzër ibn Taymi edhe disa dietare përmendin që nganjëherë puna mundet me kanë adhurimi diçka një punë e mirë shumë e thjeshtë. Mirë, po për shkak sinqeritetit ajo rritet shumë te Allahu. Ka pozitë madhe edhe Allahu t'i fal edhe gjunahet e mëdha për shkak se. Sigur në këtë rast. Ai çka është më e çuditshme vëllazër se pejgamberi sa këtë hadith e ka përmend se kjo femën i ka dhënë me pi ujë një kafshë, siç është qeni që e dinë vëllon çfarë pozite ka në fen ton. Ajo çka është hala më e çuditshme. Se në hadith pejgamberi sa nuk e ka përmend se ka qenë adhuruese, që ka bërë shumë namaz ose ka jep sadak. Mirë po ka thënë imra'atun baghi, e ka përmend me cilësinë më të keqe në cilën mundet të pas femra mas kufrit, e që është imoraliteti Allahut. Mirë po shkallë zërë sinceriteti. Këtë punë kaq të vogël, kaq të lehtë, kaq thjesht e ka shndruar me pas pozitë madhe te Allahu subhanahu wa taala,
edhe mjafshi Allahu të gjitha gjunat.